Lidhja Demokratike e Kosovës ka hyrë në një fazë të re debatit të brendshëm pasi një grup antarësh ka ndërmarrë nismën për thirrjen e një kuvendi të jashtëzakonshëm të partisë. Në shkrimet e mbledhura për këtë proces janë dorëzuar në selinë e LDK-s nga deputeti Armend Zemaj dhe antari i partisë Florian Dushi. Nisma është shoqëruar me kërkesën për ndryshim të leadershipit, ku në qendër është pozicioni kryetarit Lumir Abdigjiku. Shkak për këtë lëvizje është bërë rezultati i zgjedhjeve të 7 qershorit, ku LDK-ja u rëndit për herë të dytë në vendin e tretë, duke nxitur kritika të brendshme për drejtimin e partisë dhe strategjinë elektorale. Sekretari i LDK-s Ilir Ferati konfirmoi pranimin e dokumentacionit, por bëri të ditur se numri i saktë i firmave do të publikohet pas përfundimit të verifikimit. Sipas rregullave të brendshme të LDK-s, për thirrjen e kuvendit të jashtëzakonshëm, kërkohet mbështetja e të paktën 1/3 të delegatëve të kuvendit të partisë. Kuvendi i LDK-s përbëhet nga 355 delegatë, çka do të thotë se për të plotësuar kriterin nevojiten të paktën 118 nënshkrime. Pas përfundimit të procesit të verifikimit, pritet të përcaktohet nëse kërkesat plotësojnë kushtet statutore dhe nëse partia do të thirret në një kuvend të jashtëzakonshëm për të diskutuar të ardhmen e drejtimit të saj.